I nxehti afrikan bërthen vendin njehuni me parashikimin për ditën e sotme. Këtë të enjtë Shqipëria do të jetë në mbizotrimin e valve afrikane, duke sjell dominimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta ku vlera ekstreme pritet përkatësisht në qarkun e Shkodrës dhe Elbasanit ku termometri do t'i afrohet të vlerës 40 gradë Celsius. Parashikohet që orët e pasdites dhe në vijim të sjellin kalime vranësirash të lehta në gjysmën lindore të territorit, por mundësia për reshje është thuajse zero. Temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në vlerat minimale, por rriten maksimume duke u luhatur nga 15 gradë Celsius vlera më e ulët, e shënuar në verilindje deri në 40 gradë Celsius vlera më e lartë, e cila pritet në Cerik dhe ura vajgurore. Era do të fryejë lehtë dhe mesatare duke arritur shpejtësinë mbi 28 km/h. Nga drejtimi perëndimor, përpasoj në brigje detare do të krijohet dallgëzim i ulët.